ditën e sotme do të diskutojmë për sa i përket një deklarate të ministrit në detyrë të punëve të brendshme të Kosovës, zotit Xhelal Zveçla, i cili më 19 maj ka njoftuar se për ngritjen e Xhandarmerisë së Kosovës. Përse ky hap tani? Duke qenë që në Kosovë dim që operojnë forcat e KFOR-it, po ashtu kemi edhe një ushtri. Por tash forcat e KFOR-it janë forcë ushtarake dhe ato e kanë për detyrë mbrojtjen e kufirit dhe mbrojtjen e paqes, pra që kanë detyra që nuk përkujnë, të cilat janë ekskluzivisht sikur që është proklamuar për Xhandarmerinë. Sepse policia e Kosovës ka jashtëzakonisht shumë detyra dhe është treguar shumë profesionale deri më tani, por mbetet në legjërsi shumë të madhe të detyrave. E kemi parë që gjatë 3 viteve të fundit se çfarë ka ndodhur në veritë të Kosovës me çështjen e razirave atje, pastaj 2 sulme terroriste dhe tendenca për sulme tjera terroriste dhe si pasojë atëherë ndodhen gjëra të cilat nga një herë edhe ishin të vështira për të ndaluar në momentin e duhur, megjithatë reagimi ishte i mirë sigurisht, dhe për të mos u përsëritur ngjarjet në të kaluarën, sigurisht që nevojitet një forcë e cila e mbron këtë çështje që ka të bëjë me çështjen e terrorizmit, çështjen e trazirave, mbrojtjen e kufirit në pjesët ku është një ndihmë me KFOR-in. Dhe për pasojë atëherë edhe policia e Kosovës ka hapësirë që të realizojë me shumë detyrat e saj në fusha të tjera dhe në këtë formë të krijohet një rregullsi më e madhe çështjeve të sigurisë të Kosovës. Ndoshta një trup e tillë është dashur që të krijohet shumë më mëti dhe shumë më herët dhe ne kemi parë që edhe reagimet e fundit për këtë të trup realisht nuk janë negative as nga bashkia ndërkombëtare dhe nuk janë negative as nga shumë palë të cilat i kuptojnë çështjet e sigurisë. Për momentin nuk duhet të bijemi pre e deklaratat të cilat përdoren pro ose kundra asaj që kanë të bëjnë me çështjet elektorale, duhet të mbeten vetëm te analiza e çështjeve të sigurisë. E qartë. Në fakt, tani këtu po citoj një intervistë të marrë nga Radio Europa e Lirë nga një zyrtar i NATO-s, i cili në fakt nuk është shprehur kundër Xhandarmerisë, ashtu sikurse e thatë edhe ju, nuk ka kundërshtim në arenën ndërkombëtare, por thjesht fokusi është vendosur ose apeli është të jenë në të gjitha veprimet e Xhandarmerisë të jenë në koordinim, po themi, me KFOR-in. Ju si e shihni këtë, po themi, miratim nga SHBA-t të nismës? Është një kërkesë logjike dhe është një çështje shumë e duhur, sepse edhe në Kosovë edhe pa Xhandarmerinë tani forcat e rendit janë në koordinim me secilën ku e dim që reaguesi i parë është policia e Kosovës, realisht reaguesi i dytë, por që nuk ka për momentin ndonjë fuqi e cila e ka realizuar deri më tani është Rolingsi dhe e treta është KFOR-i bashkë me forcat e sigurisë të Kosovës. Në këtë rast, atëherë në këtë kuadër të koordinimit është edhe një forcë që mund të ndërtohet dhe në këtë rast është Xhandarmeria dhe krejt logjike që të bëhet një kërkesë e cila mundson që këto veprime të bëhen në koordinim me KFOR-in, sepse brenda një vendi nuk mund të ketë struktura të cilat funksionojnë pa koordinimin e institucioneve të cilat veprojnë aty. Pra, sidomos në çështjet e sigurisë, koordinimi duhet të jetë jashtëzakonisht i madh, për shkak se janë çështje shumë të ndjeshme. E qartë, ndërkohë që më pas, për sa i përket edhe reagimit të Serbisë, normalisht nuk mund të ishte pro, por ka pasur një reagim dhe ka bërë Petković ka deklaruar se i ka kujtuar, po themi, Kosovës marrëveshjen e Brukselit. Dhe për këtë, domethënë, i kujton disa nga pikat të cilat duhet të ketë formimi i një organi të tillë si Xhandarmeria. Ju si e shikoni, domethënë, ishte e pritshme, por në një farë mënyrë pse Serbia është gjithmonë kundër çdo lloj nisme që ndërmerr Kosova. Vista kemi parasysh që Serbia një ditë mbron një propagandë, një ditë një tjetër dhe tani edhe vetë propaganda e saj është në disproporcion me vetë propagandën e tyre, pra nuk është e koordinuar si duhet mjaftueshëm për shkak se kanë filluar nga gënjeshtrat e mëdha ta humbin edhe koordinimin e vet dhe
ata madje patën në një deklaratë që kjo bie ndesh me rezolutën 1244. Ishte kujtojmë që vitin e kaluar, por këtë vit kur filloi lufta ndërmjet Iranit, Izraelit dhe Shtetit të Bashkuara të Amerikës, ishte Vučići i cili doli me një deklaratë dhe tha që ka rënë rezoluta 1244 dhe ka rënë rendin ndërkombëtar, ndërsa tani vazhdojnë të përdorin të njëjtin narracion dhe të njëjtin propagandë. Rezoluta 1244 është e vërtetë që tashme, domethënë, nuk ka ndonjë pengesë për në marrëdhënie ndërkombëtare për shkak se është integruar brenda Prokuratës së Republikës së Kosovës dhe ka një vendim të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për çështjen e Kosovës mbi shpalljen e pavarësisë. Në vetë kërkesën e Serbisë, ata vazhdimisht bëjnë propaganda dhe kërkesat të cilat janë të palogjikshme dhe shprehin frika të panevojshme për të mbrojtur vetveten dhe kriminalitetin e tyre, sepse vetë Petković në të aftëquajtur zyra për Kosovën, që udhëheq ai dhe gjithë regjimi i Vučićit, të cilët e përkrahin listën serbe, ku ne dim që nga lista serbe kanë rrjedhur terroristë i llojit Veselinovićit, Radojčićit, të cilët kanë bërë sulme terroriste kundër Kosovës, dhe shumica prej tyre, rreth 22 persona janë në listën e zëjës të Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Pra, kjo është një fush ku ata po bëjnë manovrimet e cilat mundohen që ta mashtrojnë publikun e tyre dhe publikun ndërkombëtar duke luajtur një rol sikur serbët në Kosovë janë në dhunë, sikur serbët në Kosovë janë të kërcënuar dhe duke paraqitur gjandarmerinë sikur çështje e cila është kërcënim për serbët. Por të kemi parasysh një fakt. Sot në veri të vendit dhe kudo ku ka serb, është jashtëzakonisht e mirë se sa kur kanë udhëhequr dhe menaxhuar bandat kriminale të Radojčićit dhe të tjerëve të cilët janë udhëhequr nga Vučići, për shkak se këto banda i kanë terrorizuar, i kanë detyruar, maltretuar, vënë haraç, detyruar të marrin pjesë në protesta të ndryshme dhe po ashtu të punojnë në forma të ndryshme për regjimin e Vučićit dhe regjimin e Radojčićit në veri, si banda mafioze dhe në këtë formë të ngulfat vetë popullin serb. Edhe sot vazhdojmë me çështjet e njëjta, por jo më sikur dikur. Tashme po përdoren metodat e tjera politike dhe metodat e tjera të friksimit, siç është e qartë edhe friksimi dhe kërcënimi i hapur që bëri edhe Dačići ndaj atyre personat të cilët kanë zbuluar se si Serbia po ndikon për manipulimin e zgjedhjeve në Kosovë. Pra janë thjesht propagandat e tyre dhe manovrimet që shteti i Kosovës, sikur që ka reaguar së fundi, duhet të vazhdojë të reagojë çdo herë me fuqishëm për ta vendosur rendin dhe ligjin dhe të mbrojë dhe popullin serb nga vetë regjimi i Aleksandar Vučićit. E qartë. Si shikoni kritikat, si brenda Kosovës, ashtu edhe nga pala serbe, që e gjitha kjo është vetëm një premtim elektoral i zotit Kurti, duke qenë që jemi edhe në para zgjedhjeve të 7 qershor. Shiko, pra, mendoni që është metafori, po theme... Përmenda që në fillim që është procesi elektoral Kosova dhe realisht ne nuk duhet të bijemi prej deklaratave të cilën ne duhet të merrem me çështjet analitike dhe strategjike. Në këtë rast duhet ta kemi parasysh një fakt. Kosova afërsisht 2 vite ose ndoshta edhe pak më shumë jemi herë më shumë dhe herë më pak në proces elektoral. Sepse kemi zgjedhje të vazhdueshme, jo vetëm zgjedhje, kemi 35 zgjedhje të cilat janë nacionale dhe kemi pasur edhe zgjedhje elektorale komunale. Pra ka kohë të gjatë që jemi në fushat. Dhe nëse flasim se çka është premtuar, çka është thënë, çka është bërë, atëherë i bie që 2 vite më shumë çdo gjë çka është thënë është bërë për çështje elektorale. Andaj unë dua të besoj që kjo nuk është thënë vetëm për çështje elektorale. Është normale që politikanët të përdorin edhe veprime të tilla, sepse çdo vend botës ndodh. Por është e rëndësishme mbi të gjitha që një gjë e tillë të bëhet realitet dhe çështjet e sigurisë dhe çështjet e marrëdhënieve të Kosovës me jashtë dhe me organet e sigurisë si jetë qendrore të jenë në koordinim të plotë dhe të realizohen të mos ndodhen me sulme terroriste. Sepse bota për momentin është para kërcënimeve të ndryshme dhe në këtë varg është edhe Kosova. E qartë. Ka rrezik për mbivedosje kompetencash, për shembull me policinë apo edhe me KFOR-in, duke qenë që në disa pika nuk duket qartë, domethënë, detyra e xhandarmerisë dhe detyrat e policisë. Shiko, për momentin
Zhandarmeria nuk është këto gjëra bëhen nëpërmjet një procesi ligjor dhe këto sqarohen tek çështjet ligjore dhe nuk bëhen vetëm ashtu me një deklaratë në Facebook. Dhe nuk duhet të merret si përfundimtare deklarata në Facebook. Ajo informacion që jepen në media dhe deklaratat e tilla janë vetëm çështjet e cilat e informojnë me pikat e trasha, pastaj janë grupacionet e ekspertëve të cilat krijojnë për realizimin e saj që të mos bien ndesh kompetencat, të mos bien ndesh edhe ligjet dhe të mos bien ndesh edhe organet të cilat merren me çështjet e sigurisë. Pra nuk është një çështje që akoma është definuar se si do të funksionojë. Realisht dhe duhet kohë që kjo çështje të ndodhë, pra duhet të presim akoma dhe të mos bëjmë ndonjë lloj akuzë se po nuk është menduar mirë, por patjetër që duhet të rreshur vërejtja që gjatë këtij procesi të jemi shumë të kujdesshëm në çdo praktikë të cilën do të zhvillohet për të ardhmen. E qartë. Unë, zoti Kuqi, ju falenderoj shumë për kohën tuaj. Ishte shumë kënaqësi edhe një herë tjetër që të zhvillonim një intervistë për çështje të cilat shqetësojnë opinionin publik, sepse në fakt gjithçka që ndodh ande i kufirit na shqetëson edhe ne këtej kufirit. Kështu që ju falenderoj dhe dëgjojmë për intervista të tjera. Faleminderit shumë, respekt për ju dhe shikuesit tuaj.